shumica parlamentare ekziston në anën e partive të jesh opozitës. Fiks para 4 muajsh, qytetarët e Republikës Kosovës dollën zgjedhjet lira demokratike për të dhënë verdiktin e tyre se në çfarë drejtimi e duan vendit dhe kush duhet i qeverisë. Verdikti ishte i qartë, qytetarët i thanë jo sundimit një partijak të 4 viteve të kaluara dhe i dhanë shumicën parlamentare partive të cilat ishin në opozit në mandatin e kaluar. 4 muaj më vonë, sot është pikërisht partia e mentalitetit mones, lëvizja vetëvendosja, ajo e cila nuk po lejon që të konstituohet e të materializohet ky vullnet i qytetarëve të vendit tonë, duke blloku konstruimin e kuvendit dhe pastaj edhe themelimin e qeverisë së re. Tashmë vërtet është kaluar çdo kufi i racionalitetit. Kjo më nuk është politikë, kjo është tendencë për të mbajtur në blokadë e për të mbajtur peng vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi konsistent në qëndrimet tona. Ne besojmë që vendit i duhet sa më parë, jo vetëm kuvendi, po dhe qeveria e re, ka atë shumë punë të cilat presin për të bërë, ka atë shumë sfida, atë shumë kërkesa e nevoja të qytetarëve, të cilët na kanë votuar për të marrë, ballafaquar e për të zgjidhur ato, dhe nuk ka asnjë arsyetim më tej që për shkak kryenetësisë politike të zotit Kurti e të vetëvendosjes në insistimin e tyre për ta bërë kryetarët kuvendit Albolena Haxhiun pa i pas votat, për herë të parë në historinë e re të Kosovës pa shumicë parlamentare, kjo situatë nuk duhet vazhdojë më tej. Ne edhe një herë përsërisim qëndrimin tonë, i ka rreth 40 opcione zoti Kurti, këtë çka duhet është që vërtet të tërhiqet nga propozimit që nuk e ka shumicën, siç e kemi thënë se s'e ka pas as më herët e as do ta ketë më vonë.